Mamdani i do shqiptarët dhe e bën simbolin e Shqiponjës kudo. Nuk po mbesonja? Dëgjoj në intervistën me Arlen Lelën, shqiptar nga Dibra që është lind e rrit në New York. Kudo që takohen, Mamdani e përshëndet gjithmonë Arlindin me simbolin e Shqiponjës, që është simboli i shqiptarëve. Është një prej intervistave më interesante që kam realizuar në karrierën time. Dëgjojeni. Unë jetoj në New York, jam i lindur i rritur këtu, dhe prindi kom nga Dibra e Madhe, edhe për vete jemi martu në Kosovë, shtu me thonë, dhëndri Kosovës. Zora Mamdani e kom një përmjet punës, punoj me sindikatën 32BJ këto në New York, që i profesion pasrusës e zirave në New York. Basi u zgjedh si kandidati i Partisë Demokrat për me shku zgjedhje për kry bashkisë New Yorkut, sindikata jone ka mbështet, e në basi e ka mbështet, a e ka artu shpesh herë. Kemi bisedu hera parë veç kemi fol thjesht, që ka emnin, ka e vini, familje ka e ki, sa i kom thonë se jem shqiptar, pa me vazhdu biseda ma shumë, veç vetë e ka bë gjithësën e Shqiponjës. Me plët gëzim, me plët buzgjeqe më ka taku e atë, e tha duhet me fol ma shpesh, kina shumë punë për me bë. Thash, okej, unë se kom marrë për diqysh ma shumë. Për pas ne jena takua, si me thamë, prap herë në punë, edhe ka ardhë ke qendra i shqiptarëve islam në Staten Island, ku jetoj unë, e është taku me komunitetin tonë shqiptar. Edhe që atë u bë ajo foto virale si u bë, se prej qatë foto si e kemi me Shqipërinë, kom plot qështu. Nuk është e para që ajo u bë virale, fal një shok, një mikë tim si e ka bë qatë foto, ai fotografi Erzen Gashi. U bë viral që ajo foto, e ne ma shumë mirë u bë, po as nuk i kom thonë kështu, e bojna atë që ishe me mendime, veç që sa më ka pa mu, e kemi thënë, e bojna apet, pa, po dhe fa tjetër. E veç e për në Shqiponjën. E ta është sa herë po më shë, ku më shë, s'ka lidhje a pun, a jash ku jemi, sa më shë mu, me një herë, pa më vazhdu biseda, pa me fillu një fjallë, veç e qanë Shqiponjën naltë. Sa më shë, e në basi kemi bisedu, thot, shqiptarët si jetojnë këto në New York City, për me i dënë shumë se jenë shumë punëtor, janë familjar, edhe janë shumë pronat të bizniset e vogla që vazhdojnë me hecë këtë qytet për para, që ato biznise. Ka qef me taku, si me thonë, ma shpesh, ala kemi shumë, e kemi lanë për të ardhmen, me 1 janar hinë në komunë, në shpesoj se kina shumë ma shumë e bo për shqiptarët amerikanë në New York City. Si ta përshkryj me një fjalë Mamdanin, edhe me një fjalë është shumë shtirë se ka shumë sene të mira me thonë për ka. është me bëjmë për një fjalë veç për këtë pitje frymëzim. Është një frymëzim, është i gjallë i ri, 34 vjeç, unë jam 32 vjeç, me një moshë, me thonë njëna. është musliman, shumë sulme ka marrë edhe për moshën edhe për fejen, shumë e këse mësulme ma shumë se 1 milion vota i ka martu në New York. Do me thonë diçka, nuk është, ato sulme dhe ato s'kan, për gjithë s'kan bo. Kira fëll për gjithë shqiptarët, me thonë, e një shqiptarët Shqipnis, të Kosovës, të Maqedoni Veriut, të Malizi, shqiptarë Greqis, ka shqiptarë shumë e në njët, pak më rasista një komë, thot na pëlqen si popull, si shqiptar.